Kam qef mi shti njerës me kajt. Kur e kam knu në plumbje m'ball, kur e kam dëgju mas pare, qa që m'ka pëlqy sa shumë kur jem hi në studio, e kam këndu te viruse, mu m'ka nda lët. 2-3 lët m'ka nda. Ma mirë plumbi m'ball, të më kishart nga dora jote, se zemra e gjall, me jetu me mal. Ma mirë plumbi m'ball, të më kishar nga dora jote, se zemra e gjall, me jetu me mal. E di që kënën edhe balota. Kështu që një balot të ndën, a na e kështë kënu? Po me shumë qef, plumbi m'ball. Është një shpreje, është një tekst shumë i mirë që unë e du këtë këngë, edhe më herët edhe tepër mene. Kështu që kisha mujt këta, ose nëse do në naj tjetër. Tekstin e ki bu vetë, a e ta ka bu dikush që se këngë? Tekst shkruese ka bu. Jo vesh kesh ka du me lidh pjesët e tekstit edhe me dita e ka shku vjosa, a e ka shku dikush vjosa? Apo lidh me jetën tonë, si ke pyetje që normal. Po muj me ta bu direkt. Jo, ndëgja, çdo këngë që e marr, çdo demo që e marr, është janë dedikum, do të thonë nuk janë dedikim për vjosën. Po ka pas pjesë në shtatë të teksteve kur e kam dëgju demon ose tekstin, mu m'ka pëlqy qatë shumë sa që kam thonë, okej, po kam në tekst të këngës, ka pas pjesë në shtatë që janë lidh me jetën ta. Ose me jetën tonë, apo nuk është naj këngë që është dediku, që unë kam kërku me thonë, bëni këtë këngë për naj, qka do që tjetë, për naj moment me cilin se që shena kona? Jo, absolut, deri tash nuk kam bo asi këngë, do më thonë, më ka pëlqy si tekst që ma ke jepti, e kam pranu si këngë edhe e kam këndu. Po, ta bëna pyetën të pasarasysh që na, si dëgjus që asoj muzike, kur në dëgjojnë, na thojna, ke në çfarë gjendje ku ka konë. Do më thonë, direkt nuk e menuna që qatë tekst e ka shku dikush tjetër, nuk e ka shkrujt vetë këngëtare. Po, edhe me shkru vetë nuk është kur gjë, do më thonë, ti e tregon një histori tonë, shumë normale, bile shumë është e mirë, po, mu nuk kam ka ndodhë. Ka ndodhë këtë këngë kur e kam knu në plumbje m'ball, kur e kam dëgju mas pare, qatë që m'ka pëlqy sa shumë kur jem hi në studio, e kam këndu te viruse, mu m'ka nda lët, du më thonë, nuk ka pas të bëj kur gjë me jetën ta, po mu vetëm si këngë, si balat, mu m'ka pëlqy, që unë edhe kur i ndëgjoj balatat të tjereve të kolegëve të mi, më përqet të trup edhe e përjetoj si këngë, si balat, po s'do me thonë që unë jam keq me vetën, unë e përjetoj sepse më pëlqen si këngë edhe, pse jo ashtu që shnina, unë veproj nështa kaj, nështa keshe, abden, është diçka që e përjeton me shpirt sepse muzika përjetohet. Nuk është që dush me këndu, është shumë eftaft. A ndjen me shpirt edhe e këndon, po edhe e përjeton. Unë e di që e shumë e fort, shumë është problem me të po të kajt, kështu që kënoje pa kajt. Jo, si herën e parë, kur e ke kënu, nuk po duhet pa. Jo, aty vetëm një 2-3 lëtë më kanë dalë. Mjaftueshëm mirë për një njerëz të shqipit të këngës që unë e kam, mu më ka pëlqy dhe kam përjetu shumë mirë. Edhe jam shumë e lumtur që më kanë dalë lëtë. Edhe të më kishë ndalë ma shumë, do me thonë, e kisha vazhdu edhe... Edhe në fond ishte një mirë, ishte liru për vete edhe okej, that's it. Kështë që shkojna? Ma mirë plumbi m'ball, të më kishart nga dora jote, se zemra e gjall, me jetu me mal. Ma mirë plumbi m'ball, të më kishart nga dora jote, se zemra e gjall, me jetu me mal. Apo të shkru njerëzit edhe me thonë që i na mytet të nashti me kajt. Kam qef mi shti njerëz me kajt. Jo me kajt, me përjetu muzikën edhe me ushliru ata emocionalisht, sepse në tash muzika është lehtësimi i shpirtit për vjosën, po edhe për njerëz të tjerë. Kështu që pse jo edhe me kajt një muzikë teme mu kish bot qepi, sepse kisha di që një person po bëj me unë i mirë edhe me u liru emocionalisht. Unë mendoj që kushdo që ka ngushit këngë nuk ka pas çare pa kajt. Unë kanë komentu shumë e të drejtën edhe e di që nështë kretë bashkë s'kanë kajt, po janë emocionu, do më thonë, se është një këngë me një tekst shumë. Cili është komenti që të kam jetë në mend, nështë për që të këngë ose për nëjë këngë të ndën? Çka ke përjetu ti që e ke këndu këtë këngë?
Unë tash mandej mja usë qarune që se ma mirë plumbin balt, më kisha nga dora jote. Dhe më thonë, që ki përjetu ti me naj person që e ke këndu, ose a ja ke dediku naj personi që është kjo këngë me një tekst, është një tekst interesant që i prek dikam, po mandej ja kom sharu që nuk është... Nuk është për mu. Atyve njerëzve që i njo, do më thonë, po edhe nëse si njo, po jo me komentu ashtu me ju përgjigj të gjithve, sepse është pak problem kështu me